Almanaku On This Day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1815, Napoleon Bonaparte fillon mërdimin në ishullin Saint Helena në Oqeanin Atlantik. 1917, u pushkatua kërcimtarja holandeze Mata Hari, e cila ishte arrestuar nga francezët dhe kishte pohuar se i pati dhënë disa informacione shërbimit sekret gjerman. 1932, Tata Airlines, më vonë u bë Air India, bëri fluturimin e parë. 1940, u shfaq filmi satirik The Great Dictator, luajtur nga Charlie Chaplin. 1945, kryeministri i Francës, Pierre Laval, ekzekutohet për tradhti të lartë ndaj Abdheut. 1953, testi nuklear britanik Totem 1 u detonua në Emu Field në Australinë Jugore. 1970, Anwar Sadat u bë presidenti i Egjiptit. 1990, udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik, Mikhail Gorbachev, fitoi çmimin Nobel për paqe për angazhimin e tij në zbutjen e tensionit të luftës së ftohtë. 1992, në Rusi, Andrei Chikatilo dënohet për vrasje seriale të 52 njerëzve. 1993, çmimi Nobel i paqes ju dha presidentit të Afrikës së Jugut, de Klerk dhe liderit të Kongresit Kombëtar Afrikan, Nelson Mandela, për përpjekjet e tyre për t'i dhënë fund diskriminimit racor në vend. 2003, Kina lëshon anijen kozmike Shenzhou 5. Ky është misioni i parë hapësinor me njerëz. 2005, Iraku ratifikon kushtetutën e re të vendit pas vdekjes së liderit Saddam Hussein. 2013, në Filipinet e Azisë Juglindore do të binte një tërmet me magnitudë 7.2 ballë të shkallës Richter, 222 persona të vdekur, mbi 1.000 të plagosur, afro 25.000 të pastre.